Maska natyrale për qërpik të gjatë dhe të dendur, ja si ta përgatisni. Qërpikët të gjatë dhe të dendur janë ëndra e çdo femre. Ata theksojnë vizëtimin e syrit të grimuar duke e bërë të duket më i plotë dhe më joshës. Kjo recetë është arsyeja që i lyejmë vazhdimisht me rimel që të na duken të gjatë, por këtu do t'ju prezantojmë një recetë fantastike që ndihmon për rritjen e qërpikëve. Vaj kastori dhe rozmarin të freskët. Vaj kastori ndihmon në zgjatjen dhe dentësimin e qërpikëve, duke qenë se hidraton dhe ushqen rrënjën, ndërsa rozmarina jo vetëm që ndihmon në rritjen e tyre, por u jep atyre dhe shkëlqim. Ngrohni 2 lugë çaj vaj kastori dhe hidheni më pas rozmarin të freskët. Lëreni të tretet për gati 15 minuta ndërkohë që ftohet edhe vaj. E aplikoni atë me anë të një furçe para se të flini, për vetullat dhe për qërpikët tuaj.